Të dhënat e Eurostat tregojnë se Shqipëria po përjeton tkurrjen më të fortë në Europë të popullsisë së re të moshës 15 deri në 29 vjeç. Në janar 2025, numri i të rinjve zbriti në rreth 405.000, me një humbje prej mbi 18.000 personash brenda një viti, ose minus 4,32%, norma më e lartë në kontinent dhe shumë mbi mesataren e rajonit. Ky ritëm është disa herë më i lartë se ai i vendeve fqinje, ndërsa shtetet të tjera europiane po arrin të stabilizojnë ose edhe të rrisin popullsinë e tyre të re. Ndërkohë që vende si Spanja, Rumania apo Bullgaria po shënojnë rritje të rinjve, Shqipëria po humbet vazhdimisht kapitalin e saj njerëzor, kryesisht për shkak të emigracionit drejt vendeve të Bashkimit Evropian. Kjo prirje po e lë vendin pa forcë punëtore aktive, po dobëson potencialin inovativ dhe po rrit presionin mbi bizneset, të cilat tashmë përballen me mungesë stafi. Nëse ky trend nuk frenohet, pasojat pritet të jenë afatgjata, plakje e përshpejtuar e popullsisë, vështirësi në mbajtjen e sistemit të pensioneve dhe pengesa serioze për zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik të vendit.